asnjë projekt ka dështuar secilin segment ka dështuar. Të gjitha obligimet në lumin e Renik 150 mijë me përmbarues që marr. Janë të papaguara tua të nderuam. S'ke faj se ti me qenë se ke marrë edhe bujtin për nevojat tua, e se kyllon fermerëve tjerë në Bjerë që ke ndërtu, ti nuk zgjedh mjetet tjera. Jo lutem mos ta akuz shumë e madhe. Jo, është hiç e madhe. Ta sjell provën për ata që nuk kanë bujtin. Unë nuk kam bujtin. E kam stanin sikur gjithë. Çaja është. E unikit kom sa. Çaja është. Bashkë me familjen, bashkë me vëllezër. Ndërtimi i bazeneve rreth parkut Moronica, për cilat Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal i ka ndonë mjetet, nuk e di pse i ka kthy kryetarin e qeveri, prandaj këtë shësim mungesë të vizionit në thithjen e sa më shumë mjeteve nga niveli qendror dhe nga donatorët e jashtëm. Urna? Nuk qëndron, është bëaj një përshkrim i projektit, nuk kemi dashur as të marrim sepse hartimi i projektit e lumit të Renik në gjatësi 2.8 kilometra qarë, i shkatruar, i ndërtuar 4-5 vite më herë, i shkatruar krejt. E kemi bërë të ri, sepse ne kanë rekomanduar ekspertët duhet kemi kujdes sa i përket ndërtimit dhe standardeve për ndërtimin e shtratit të lumit të Renik. Nuk qëndron ajo zotni. Ajo. Atëherë pse keni premtuar një gjë të tillë në vitin 2021, kryetar shehu? Nëse e keni ditur se nuk ju nevojiten ato para, pse duhet të premtohet ndërtimi i bazeneve? Rinia jon keni thonë atë kohë që ka nevojë për hapësira ku mund të lahen gjatë verës dhe të shfrytëzojnë dhe ka qenë edhe premtim elektoral. Qeveria i ka ndonë mjetet, ky nuk i ka shfrytëzuar. Është e padrejtë thuhet se nuk kem nevojë për ato parë, sepse ndora e prioriteteve të qeverisë është për komuna dhe komuna duhet të shfrytëzojnë ato mjete. Jo, unë kam premtu bazenin gjysmë olimpik. Problemi ka qenë i lokacionit. Ajo pjesa rreth lumit kanë qenë intervenimet vogla. Ne kemi bërë tashmë vetëm është që ky s'u realizuar se kemi bazenin gjysmë olimpik do ta ndërtojmë. Këtë mandati që do të jetë. Edhe lumin e Renik do ta ndërtojmë, edhe sheshin dhe qendrën. Këto janë 4 projekte edhe turizmin. Janë kryesorët më vitale që Uniken e kanë bërë atraktiv që sot pas rrugës si po thotë se kom shtruar, pas rrugës janë 300, 400, 500 vet brenda javës që vizitojnë Bjeshtë Unik. Faleminderit, Agran. Zoti Shehu po thotë që kam pas premtime andaj këndaj. Për çdo vit kanë për sheshin qendror të Hoxha mjete dhe asnjëherë si ka shtin funksion për ndërtimin e këtij sheshi. Domethënë gjithmonë i ka çu vitin e ardhshëm. Kështu që i ka çu në Sovjet atë buxhet. Duhet të jem shumë korrekt, qeveria Kurti ka qenë shumë dolir në raport me qeverinë komunale të Unikit, mirë po për shkak të pazotësisë tyre, do thotë kanë shku projekte. Ashtu, kështu që nuk e ka. Zoti Shehu nuk e ka asnjë projekt ka dështuar secilin segment ka dështuar. Të gjitha obligimet në lumin e Renik 150 mijë me përmbarues që marr. Janë të papaguara tua të nderuam. Sheshi pasi kom nis procedurat me nënshkruar kontratën, mi kanë marrë përmbarues kontrata kolektive. Nuk qëndrojnë ato. Këto janë deklarata që ti ke mashtruar 12 vjet e ke rrajt popullin Unikit. Ta din ata, njëjën edhe mua. Prandaj Agran, mos i ndërhyj. Këto nuk përdoren po mshtinë me futboll gjuf fjalor që se kom në kulturën time. Por ti s'ke faj se ti me qenë se ke marrë edhe bujtin për nevojat tua, e se kyllon fermerëve tjerë në Bjerë që ke ndërtu, ti nuk zgjedh mjetet tjera. Jo lutem mos ta akuz shumë e madhe. Jo, është hiç e madhe. Ta sjell provën për ata që nuk kanë bujtin. Unë nuk kam bujtin. E kam stanin sikur gjithë. Çaja është. E unikit kom sa. Çaja është. Bashkë me familjen, bashkë me vëllezër. Përndryshe, ky po lojën e serbes që cilë thojnë apo të Maksimen e Dobrica Qosiqit, raj sa më shumë dhe përsërit e rrenën që të besojnë të tjertë. Do thotë kjo është kulturë e tij personale. Kjo është një kulturë e tij personale që e njohin gjithë qytetarët. Prandaj për shkak të asaj pune që kam bërë për 12 vite, më kanë thirrë sot qytetarët që të jem sërish kryetari i komunës së Unikut.